Dritan të Drenasit. Për më shumë detaje, kolegu jon Ahmet Maholli na sjell këtë material shumë interesant. Ishte viti I largët 1952, kur Kamer Hajdari ishte ullur për herë të parë në bankat shkollore, në shkollën e parë shqipe në rajonin e Drenicës. Ai u rikthye përsëri, por kësaj radhe për ta festuar 100 vjetorin e shkollës fillore të mesme të ulët Rilindja në Dritan ish Dobroshevc të Drenasit. Kjo shkollë, e cila e nderuan strukturën e saj, ishte vatër I dijes të shumë brezave. Në 1952, këto kom fillu për herë të parë. Susën e kom parë, kom pas Fazle Osmani Zbicën, shkollën e para. Tash për një vetën, ma I ri, ma I gëzum, ma përkujtoj ato thanë të fëminisë, shokë të fëminisë, klasë që kom kry këtu, shkollën. Për I kujtoj ato, për më duken shumë të bukra, shumë të mira, ma ka dhu dijen e parë këtu. Fillu shkollën e para këtu. E tash, s'kom mund me shkollë, në shkollë të mesme, kam kry bolë, para shkollë kom do bolë. Klasa e parë, këtu më fillu për herë të parë, mësimin është që kjo klasë. Kja glasë ka qenë me rosa, me një farë loj drifti dreza për mi, veç rosa ka qenë. Ka qenë 3 rana bonka, ka qenë vojza pak ka posë atere, 3-4 pasiopa, vojza kretë moshkoj. Unë kom qenë gjithë mbon ullë, bonkën e parë, në mes. Njërën bonka, njërën këndej. Bonkën e parë, në rënë e parë, mullë gjithë mbon qështu, këtu sa në kanë ullë qështu, me dy shokë. Kështu që kjo klasë më duket shumë e bukur. Për shkak tonë, sikur me po ma shumë se shpinë tame, mirë. Tash e kanë rregullu, ka një dysë, mirë. Ndonë të që të kemi qenë. Ne do ke fshoti, krejt. Hajdari me emocione rrëfen se ishte gëzuar që po fillonte mësimin në gjuhën shqipe, që për rrethanat e asaj kohe ishte I vështirë të zhvillohej, nga se edhe kushtet ekonomike ishin jo të mira, ndërsa tash mësimi, thot Hajdini, zhvillohet në rrethana shumë më të mira edhe për nxënësit edhe për mësimdhënësit. Ne kena pas një farën gjikit vogël e theshëm me bes barë, 2 fletore, një liber ka ndodhën ka njerë, jo gjithë, një lash për gjysë me shokë e kanë ndo. Regu ma shpesh kanë ndo për gjysë me shokë, një lash për gjysë, më të qonta, këna qenë dheshën ma dëpt, kuha më kënë qashtu, loqë kanë autu rrugën loqë, u për loqëm ka pak u fshishëm, po jeta ka qenë ma e knashme, se knashiu konë me fillu mësimin tu, ka fillu marë mësimin gjuhën shqype, po që u liru tani edhe përgronë me krej Shqip, edhe mësu stënë, ishë një lirë më në mësu ma mirë se ma heret, konë knashia më dhe mortë. Teksa rrëfen për mësimet që ndiqte në njërin nga klasët e vogla, Hajdari thot se duhet të ruhet kjo shkollë nga brezat e ardhshëm edhe të vizitohet më shumë. Se kujtoj fëminin, kujtoj shokët e klasës, kujtoj sa mësus e kohës, qështu. Kë e ke pas mësues? Mësusën e parë e kom pasën Fazle Osmani Zbica. Zbica ka tonë Skenerojt atje, komunë Skenerojt. Ai ka qenë mësus I gjatë, mësus I mirë, mësus I qetë. Shkronët e para me kam mësuaj, tani në rrugë, në generatat të ndryshme. Edhe pse kanë kalu 75 vite në moshës time. E kujtoj këtë vend me shumë qef, me shumë dëshirë, me shumë respekt. Vi këtu, kur përtrihen pak, kur bona ma I ri. Kër 100 vjetar, ka shumë ndryshime për të mirë. Si në arsim, si në kodër, si në mësus, si në vend, ku mësuën në zonësat, bashkë më të mirë në zonësat e bonkat e. Ka pak për një mëndë dhe teknika, ta shonsht, ka orë gada, vish ka dalë shumë ma mirë. E unë e gëzohë në kërë shak të osane, vjenë shumë mirë. Shkolla Rilindja ishte shtylla kryesore për përhapjen e dijes në këtë trevë, thot Arsim Abdyli, drejtor I kësaj shkolle. Derisa feston 100 vjetorin e themelimit, ai thot se në këtë vatër arsimore qindra nxënës nga fshati dhe fshatrat përreth morën dije derisa sipas tij, historia e saj është e lidhur ngushtë edhe me historinë e Kosovës. Dhe përmendet se me vendim të lisit ka atëhershëm të Shqipërisë në Stolici është emëruar mësues Safet Gjoni nga Shqipëria.
Pas përfundimit të luftës së dytë botërore, shtator të vitit 1945, për herë të parë filloi mësimin e gjuhën shqipe dhe mësuesi i parë së shkolla ishte nga Peja Ferit Peroni. I pasur edhe nga shumë mësimdhënës të tjerë të cilët janë gjuhën pashore, pashtyer në shkollën dhe në zhvillimin e arsimit në shkollën tonë. Një moment rëndësishëm në shkollën tonë është edhe viti 1951, ku për herë parë regjistruan vajzat shqiptare që ndjeknin mësimin. Ndërsa në vitin 60 me vendim të vendit komunal që është vlogurësit të Drenasit, zyrtarisht shkolla në statusin e shkollës 8 vjeçare. Me rritjen e numrit të nxënësve, shkolla u zgjerua vazhdimisht, dhe në vitin 63 u shkrua një aneks me 4 klasa dhe në vitin 81 edhe një aneks tjetër me 6 klasa dhe hapësira të reja për mësim. Sot do të perspektivët e një shekull histori, sot perspektivë një shekull dije, sakrificë për kushtim, emancipim dhe suksese. Perspektivë të shqigimin të shmuar që na obligon të harrojmë, të nxjerrojmë dhe të pastrojmë në kejtë. Ne do të vazhdojmë rrugtimin tonë drejt sukseseve të reja me vizion dhe përkushtim dhe entuziazëm. Për mua personalisht është derë dhe privilegj, i veçantë jam drejtuesi kësaj shkolle, jesim me traditën shëndetësore. Gjatë viteve të 90, kur arsimi po përballej me represionin e regjimit serb, kjo shkollë hapi dyert edhe për nxënësit e gjimnazit Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Drenas. Abdyli shton se përveç rolit të arsimimit, kjo shkollë ka qenë edhe një vatër e vetdijes kombëtare. Përveç rolit arsimor, shkolla jonë ka qenë një vatër e rëndësishme e edukimit kombëtar. Ne te kanë punuar vepruar shumë mësimdhënës të shquar dhe atletar, siç ishte mësuesi Fazli Gracivci, Rostem Morina, Musa Hoti, Zeqer Gervalla, Emina Rakovica, Abdullah e shumë të tjerë të cilët me veprimtarinë e tyre lanë gjuhë pashtyrime në arsimimin e kombit tonë. Nga bongat e kësaj shkolle kanë dalë personalitetet të shquara, ndërta dhe herojt e kombit siç është Pernilla Droci, Dr. Let Gabrica dhe shumë dëshmorë e martyrë të tjerë që fluan jetën për lirinë të sotme. Kontributi i tyre është dëshmi e vlera se kjo shkollë ka mbjellë ndër breza, dije, atë dhe dashuri dhe përkushtim ndaj kombit. Ndërsa drejtori i arsimit në komunën e Drenasit, Muhamet Gjoka, tha se kjo shkollë me krenari mban epitetin më të vjetër në komunën e Drenasit, ndërsa me krenari kujtojmë të gjithë ata që sakrifikuan çdo gjë që sot ne të jetojmë edhe të festojmë të lirë, tha Gjoka. Me krenari kujtojmë të gjithë ata që vendosën vërthemel në edukimin e brezave. Sot me krenari kujtojmë mësimdhënësit tonë, të cilët nuk e kishin vetëm profesion mësimdhënien, por e kishin mision. Se mësuesit tonë nuk e kishin vetëm profesion mësimdhënien, por e kishin mision e dëshmon më së miri jeta dhe vepra e mësuesit Fazli Grajçivci, mësues i kësaj shkolle. Se mësuesit tonë nuk e kishin vetëm profesion mësimdhënien, por kishin mision e dëshmon më së miri jeta dhe vepra e ideologut të ushtrisë kombëtare të Kosovës, Pernilla Ladrovci, nxënës i kësaj shkolle. Mësuesit tonë kishin mision lirinë e vendit, shtetëpërmimin. Ne, të nderuar të pranishëm, na mbetet që të punojmë fort në shtetëndërtim. Një njohje veçantë shkon edhe për ju mësimdhënës të nderuar që me angazhimin, përkushtimin, profesionalizmin, banin gjallë dhe sot sistemin tonë arsimor. Duke e parë rëndësinë dhe vlerën historike të kësaj shkolle, komuna e Drenasit ka ndarë mjete për restaurimin dhe konservimin e saj, siç janë muret e jashtme dhe dritarët, dhe se ky objekt, tashmë i konservuar e i renovuar, e nderuan vlerat historike dhe edukative të këtij regioni. Kjo shkollë prej vitesh ka shndruar një klasë në një muze të vogël, por atraktiv, ku nxënësit e fshatit Dritan dhe fshatrave përreth për vite me radhë kanë grumbulluar gjëra të vjetra dhe artefakte interesante për t'i ekspozuar. Ky muze i vogël dhe në dukje i thjesht pasqyron traditën njëherësh pasurinë kulturore që banorët kishin shumë vite më parë.